Magjister Lulzim Sadiku, më 7 mars 2025, publikoi punimin e tij, një dedikim për mësuesin shembullor nga Shqipëria Mëm, Vangel Filo. Kam nderin që punimin e magjister Prof. Lulzim Sadiku bashkë me Erblinën ta ndaj me të gjithë ju që dini ta çmoni misionin e shenjtë të mësuesve tanë. Vangel Filo lindi në fshatin Shal të Ersekës, Kolonjë, më 15 mars të vitit 1924 nga jati Josif dhe nëna Klanthe. Familja Filo ishte një fole me plot fëmijë, 6 djemë dhe 3 vajza, prej të cilëve më i madhi ishte Vangjeli. Pasi i kryen mësimet e shkollës fillore në fshatin Shal të Ersekës, mësimet e shkollës së mesme i vazhdon në Golem të Kavajës. Vangjeli, më tutje, vazhdon të ndjek kursin pedagogjik në Korçë, me 200 mësues të zgjedhur për misionin e shenjtë të mësuesve, që do të angazhohen në zhvillimin e arsimit shqip të trojave lindore, që për herë të parë u organizuan në gjuhën shqipe, pasi këto treva kishin qenë të pushtuara gati për 3 dekada nga Mbretëria Jugoslave. Me kapitullimin e Jugosllavisë, në prill të vitit 1941, në ndarjen e saj ndërmjet fuqive të Boshtit, më 17 prill, në Kërçov e para hyri ushtria gjermane, me një veturë të lehtë. Në të ishin një oficer dhe 4 ushtarë. Sipas marrëveshjes së Vjenës, pas 3-4 muajsh, ushtarët gjerman u tërhoqën, dhe në vend të tyre vendoset ushtria dhe administrata italiane. Me dekret nr. 3 të muajit qershor të vitit 1941, në Kërçov është themeluar Këshilli i Pushtetit Verior, dhe kryetar komune më 22 qershor të vitit 1941 është emëruar Ahmet Haxhi Sadiku. Po ashtu është themeluar edhe Këshilli Komunal i përbërë nga 16 antarë, prej të cilëve 10 kanë qenë shqiptarë kurse 6 sllav. Në Kërçov, pas zgjedhjeve të organeve të pushtetit të ri, pushteti civil ishte për herë të parë në duart e shqiptarëve. Pra, në këtë periudhë, pasi vendoset administrata shqiptare, shqiptarët e gëzuan lirinë nga dhuna serbe. Janë krijuar kushte për shqiptarët e kësaj ane që të arsimohen në gjuhën anëtare, në gjuhën shqipe. Me rastin e fillimit të vitit shkollor, Ministri i Arsimit i Mbretërisë Shqiptare, Ernest Koliçi, lëshon një qarkore më 25 tetor të vitit 1941, në të cilën thuhet: për herë të parë themelohet shkolla jashtë kufive të vjetër shtetëror, të cilat në kuptimin e plot janë me vlera historike, të cilat premtojnë se do të shronjosin prapambeturinë dhe do të shërojnë plagët e robërimit, dhe se shkolla shqipe do të jetë në shërbim të popullit. Vangel Filo do të jetë pjesë e këtij projekti dhe në tetor të vitit 1942 do të angazhohet mësues në shkollën fillore Vrana Konti, në fshatin Premk të Kërçovës. Vangel Filo ka pasur 60 nxënës, prej të cilëve 40 meshkuj dhe 20 femra. Dhe në vitin 1943-44 në të njëjtën shkollë punoi mësues Vangel Filo, por me 44 nxënës, prej të cilëve 38 meshkuj dhe 6 femra. Mësuesi, me punën e tij të palodhshme, me përkushtim të madh dhe sjelljen e tij të një mësuesi të dashur, kujtohet nga 2 nxënësit e tij të dikurshëm, Ali dhe Islam Mehmeti Krotka nga fshati Shutov, rrethi i Kërçovës që kishin ndjekur mësimet në fshatin Premk të Kërçovës. Edhe pse kanë kaluar 80 vite nga ajo kohë, këtë nxënës të dikurshëm të mësuesit Vangel Filo e kujtojnë mësuesin e tyre të parë me mall dhe respekt që akoma e ruajnë për të. Mësues Vangjeli, kohën e lirë në fshatin Premk e kalonte duke u shoqëruar me djemtë e fshatit, kryesisht të familjes Sadiku, Melikun, Jusufin, si dhe Isain që ishin gati të së njëjtës moshë. Mësuesi nga Shqipëria la kujtime të pashlyeshme me sjelljen dhe edukatën e tij që e kishte trashëguar nga babai Josifi, i cili, siç duket nga shkrimet e konsultuara, la Amerikën e largët për të ushtruar profesionin e mësuesit, që do ta ndjek edhe i biri Vangjeli. Pra, gjatë viteve 1942, 1943 dhe gjatë viteve 1943-1944, në Premk të Kërçovës, në objektin e shkollës së fshatit, do të ndiqet mësim në gjuhën shqipe, edhe nga nxënësit e fshatit fqin Shutov. Për herë të parë,
me mësues shqiptar në këtë anë të trojeve tona. Për shkak të rrethanave të krijuara gjatë fundit të luftës së dytë botërore, Kërçova me rrethinën e saj do të bie më 15 nëntor të vitit 1944 në sulmin e brigatave slavo komuniste jugoslave, ku do të ushtrohet terrori i madh ndaj popullatës shqiptare të këtyre anëve, si hakmarrje ndaj humbjeve që u kishin shkaktuar në vazhdimsi forcat vullnetare shqiptare, që luftonin në flamurin shqiptar dhe nuk pranonin nënshtrim slavo-komunist, për arsye se shqiptarët nga përvoja e hidhur e dinin se si kanë kaluar vite e vite më parë në sundimin e mbretërisë jugoslave. Gjatë këtyre ditëve të vështira të nëntorit 1944, të këtyre anëve kujtohet Islam Mehmedi, për herën e fundit të takimit dhe ndarjes me mësuesin e tij në fshatin Zhubrin të Kërçovës, ku ai ishte në cilësinë e një luftëtari vullnetar për mbrojtjen e banorëve shqiptar me mitrolaz në krah. Po të njëjtin kujtim e mban dhe Ali Mehmedi, 90 vjeçar, kushuriri i Islamit, 91 vjeçar, që të dy nxënës në atë kohë të Vangjelit, që ndodheshin me familjarët e tyre të zhvendosur nga fshati i lindjes Shutov për t'i shpëtuar hakmarrjes slavo-komuniste. Pas bisedës së shkurtër dhe bukës që ja siguruan mësuesit të tyre, janë përshëndetur për herë të fundit me të. Mësuesi vazhdoi rrugën, duke u bashkangjitur banorëve që evakuoheshin përmes shpatave të ujmirit drejt Gostivarit, sipas sugjerimeve të banorëve shqiptar të këtyre anëve. Vangjeli do të bashkangjitet me brigatën e 4, gjegjesisht të 7 të shqiptarëve, ku edhe do të vazhdoi rrugëtimin e tij në përfushbeteja të tjera, si shumë shqiptar të trojeve, për çlirimin nga pushtuesi gjerman. Gjatë këtij rrugëtimi, brigada ku bënte pjesë, tashmë mësuesi Vangjeli, vendoset në afërsi të Sremska Mitrovicës, krahina e Sremit, lokaliteti i shit në fshatin Tovarnik. Recep Qela, ish komisar i batalionit të 2 të brigadës së 7 deklaron: Brigada jon zuri vendin e një divizion jugoslav në fshatin Tovarnik, që kishte përballë një divizion gjerman. Divizioni jugoslav nuk ishte luajtur nga vendi për më shumë se 3 muaj. Nënkuptohet se vendosja një brigade kundër një divizioni gjerman kishte për qëllim që të vriteshin sa më shumë shqiptar, ashtu siç ndodhi me të vërtetë. Pas përballjes me trupat gjermane, Vangjeli bie në këtë fushbetejë, ku dhe humb jetën në krahinën e Sremit në Tovarnik të Kroacisë, më 12 prill të vitit 1945, në moshën 21 vjeçare, si dhe shumë shqiptar tjerë. Disa që mezi mbjetuan, si që ishte Musa Ahmedi nga fshati Shutov i Kërçovës, i mbjetuar i këtyre ngjarjeve, rrëfen për rënjen e mësues Vangjelit kundër trupave gjermane. Kur nga kjo brigad u dha urdhër për sulm mbi divizionin gjerman, raporti i forcave ishte një brigad partizane kundër një divizioni gjerman në mbrojtje. U hodhëm në sulm me fjalët përpara, midis nesh dhe gjermanëve. Fronti ndante rreth 100 metra, fusha ka qenë e minuar, predhat e artillerisë armike hapnin gropa, aty ku binin, aty shpërthenin. Unë bashkë me Vangjelin arritëm të futemi në një grop artillerie. Një djalë mitrajler mundohej dhe ai të vinte me ne në atë grop, por i erdhi nga një snajper plumbi në ballë dhe djali u shtri për tokë. Mitralozi i ra në tokë. Vangjeli menjëherë shpejtoi ta merr mitralozin e tij. Jo, i thash, rri Vangjel, mos dil tani nga gropa, e kapa për krahu, nuk më dëgjoj. Doli dhe vetë mori mitralozin. Kur u ngrit, duke u kthyer e kapi plumbin në kraharorin e majt, afër zemrës. Vuri dorën mbi plag dhe tha: "Më doq." Mbeti i vrarë në vend, në Tovarnik të Shidit, Sremit në Kroaci. Unë vazhdova rrugën e luftës me brigatën deri në Zagreb. Prej 200 vetave, betëm gjallë vetëm 7 veta, deklaron Musa Ahmedi. Me këtë fat, do të jenë shumë shqiptarë të rinj, që janë përdorur nga Jugoslavia që të vriten në përfrontet e saja. Kurse nga ana tjetër, trupat jugoslav në përtrojat tona, veri lindore dhe lindore, shqiptarët do ta zbatojnë politikën e tokës së djegur. Ato shqiptarë që kundërshtuan hyrjen e formacioneve jugoslave në tryet shqiptare, amizorisht janë vrarë.
kurse të tjerat i burgosën në përkampe të përqendrimit të krijuar nga organet të pushtetit popullor jugoslav, duke përfunduar në përvarreza masive, që edhe sot nuk dihet numri sakt i të vrarve, të ekzekutuarve. Po të njëjtin fat do ta kenë edhe ata shqiptar që u mobilizuan nga këto formacione, që të vazhdojnë luftën për çlirimin përfundimtar të Jugosllavisë dhe që të shërbejnë si mish i gjallë për topat e ushtrisë gjermane, duke i kursyer dhe zëvendësuar trupat jugoslav të vetët me qëllim të caktuar zhdukjen e sa më shumë të shqiptarëve. Me përçarjen dhe angazhimin e forcës luftarake shqiptaret në frontet e saj, Jugoslavia e re lehtë do t'i realizojë qëllimet e veta, të vjetra dhe të errta. Nga njëra anë të kthejë dhe të vazhdojë t'i mbajë në pushtim, sundim edhe më tej trojet shqiptare, dhe nga ana tjetër dobësimin e Shqipërisë së vjetër. Këtë qëllim, siç duket, e kishin serbët edhe para luftës së dytë botërore, si dhe gjatë zhvillimit të saj, duke involvuar në realizimin e tij faktorin shqiptar që të përfitojnë nga rasti. Shqipëria gjatë fundit të luftës, e frymëzuar nga internacionalja komuniste, brengoset për lirinë e popujve jugoslav më shumë se sa për bashkimin e popullit shqiptar, që mbeti jashtë kufive të saj. Gjatë luftës, më shumë brengosej për sigurimin, marrjen dhe ruajtjen e pushtetit, si dhe për fatin e popujve slav dhe lirinë e tyre, duke fijuar për të bijtë e saj në përbeteja për çlirimin përfundimtar të Jugosllavisë, duke derdhur gjakun e të rinjve shqiptar dhe duke lënë eshtrat e të rinjve shqiptar jashtë trojeve etnike shqiptare për një kohë të gjatë. Bandat slave, qetniko-komuniste, në vitet 1944-1945, në përvendbanimet shqiptare do të kryejnë terror, duke vrarë e burgosur shqiptar të pambrojtur, si hakmarrje për humbjet e mëparshme nga forcat vullnetare shqiptare. Filluan t'i realizojnë plane të gurzeza ndaj elementit shqiptar në këtë anë të atë dheut, duke i mbushur vendbanimet shqiptare me varreza masive, që në fakt këto vrasje sot e kësaj dite nuk janë zbuluar sa duhet, si në Kërçov te Gështenjat, Gostivar në fshatin Vrapçisht dhe fshatin Çajle të Vjetër, në Tetov në Monopoli, në Shkup në fshatin Blac, në Kosovë në Drenicë e deri në Tivar, Maltëzi. Shqiptarët vriteshin nga regjimi i ri jugoslav, që vendosej dhunshëm në trojet tona. Të rinj shqiptar do të shfrytëzohen nga po i njëjti regjim për të çliruar, në fakt për të pushtuar territore në përfushbetejat e saj, duke realizuar planet e papërcaktuara. Në parollën vllazërim bashkim me popujt slav në luftën e përbashkët kundër nazifashizmit dhe çlirimit të popujve jugoslav, kjo për shqiptarët ka qenë thikë e mprehtë me dy tehe, e përgatitur nga Jugoslavia e re, që realizonte planet e së të kahmoqshme për nashtrimin e shqiptarëve të këtyre anëve dhe shqiptarëve të Shqipërisë. Janë dashur të kalojnë shumë vite nga mbarimi i luftës së dytë botërore, për të kujtuar për të rënët në përfushbetejat e Jugosllavisë së Titos dhe për të kthyer eshtrat e bijve të saj që të prehen në dheun e tokës mëm. Shqipëria komuniste mësues Vanxhelin, pas një qerek shekulli, do ta dekorojë si dëshmor internacionalist për çlirimin e popujve jugoslav, por jo edhe për kontributin që dha për zhvillimin e arsimit shqip, të këtyre trevave që mbeten edhe më tej të pushtuara nga Jugoslavia e re, që vazhdon me avazin e vjetër ndaj shqiptarëve. Kujtimi për mësues Vanxhelin ruhet në memorien e shqiptarëve të Shqipërisë lindore, si Reze Drite, që shkëlqeu për banorët e këtyre anëve 80 vite më parë, shkëlqim që drita e atyre mësuesve nuk u shua kurrë dhe do të shëndrisë sa të jetë jeta mbi dhe. I përjetshëm do të mbetet kujtimi për mësuesin Vanxhel Filo, që është larguar nga vendlindja në moshë shumë të re dhe nuk arriti të krijojë familjen e tij, por ai sot e shumë vite të ardhshme do të kujtohet dhe do të nderohet ndër breza, prej pasardhësve të atyre familjeve që u mësoi shkronjat e arta dhe shkrimin në gjuhën e ëmbël shqipe. I edukoi me aq zell sa që kujtohet me lot në sy kur përmendet emri i tij. Edhe pas 80 vitesh, ishte nxënësi i tij, Aliu, dhe Islam Mehmedi Krotka.
Mësues si Vangjeli, Mahmud Dumani, Pertef Abbas Terepeli dhe shumë të tjerë në këtë anë të Adheut do të kujtohen dhe do të nderohen si pishtar që shëndritën dhe kur nuk ushuan, si pararoje për shkollën shqipe në gjuhën anëtare të këtyre trojeve shqiptare. Ato kujtohen nga banorët e trojeve tona gjatë gjithë kohës, për kontributin e dhënë si mësues shembullor, që lanë gjurmë dhe ndikim të thellë në misionin e shenjtë të mësuesit, që shënohet çdo përvjetor të shkollës shqipe. Vangjel Filo dhe shumë si ai në misionin e tyre fisnik dhe patriotik vulosën kohën kur vepruan me atë dashurinë dhe për kushtimin që treguan në edukimin e të rinjve shqiptar. Edhe pse vepruan për një kohë të shkurtër, ato lanë gjurmë të thella në këtë pjesë të Adheut që kurrë nuk i harron. Faleminderit për vëmendjen.